Të rinj dhe të reja të qytetit të Vlorës, qytetarë dhe turistë huaj morën pjesë përgjatë kësaj të shtune në aksionin e pastrimit të titulluar Bregu i Ndërgjegjes, i zhvilluar në plazhin e vjetër në Vlorë. Indrit Grabova, i këshilltar tek Agjencia Kombëtare e Bregdetit, tregon se aksioni ka për qëllim dhënien e një mesazhi të qartë për të gjithë, për të mbajtur pastër ambientin, por edhe për të kontribuar në pastrimin e tij. Është një nismë me Agjencisë Kombëtare të Bregdetit në bashkëpunim me Agjencinë Kombëtare të Rinisë, ku stafi i punonjësve, por edhe një grup të rinj janë bashkuar në këtë nismë për të mbajtur Bregdetin e pastër. Është një nismë e vogël, por me një mesazh të qartë dhe besoj të madh që ne duhet kemi një ndërgjegjësim të shtuar për sa i përket ambienteve që na përkasin ne. Nuk është vetëm detyra e institucioneve, por mendoj se është përgjegjësia e çdo qytetari dhe këtë kemi dashur ne të përcjellim me këtë aktivitet të bërë sot. Sevina Nuhaj, këshilltare tek Agjencia Kombëtare e Rinisë, tregon se aksioni është organizuar fal bashkëpunimit të disa institucioneve. Sipas Nuhajt, këtij aksioni janë bashkëngjitur rreth 50 të rinj dhe të reja të qytetit dhe jo vetëm, të cilët japin një mesazh të qartë veçanërisht për rinin, për të mos ndotur mjedisin. Nuhaj thotë se janë angazhuar edhe fëmijët e vegjël, të cilët me anë të krijimeve edukohen për një mjedis më të pastër. Aksioni sotëm dhe nga titulli që i është vendosur, Bregu i Ndërgjegjes, është një aksion ndërgjegjësimi, e iniciuar nga Agjencia Kombëtare e Bregdetit, Ministria e Turizmit, Kulturës dhe Sporteve, me mbështetjet e Agjencisë Kombëtare të Rinisë. Kemi gjetur mbështetjen e Bashkisë Vlorë, e cila ka vënë në dispozicion mjetet e pastrimit edhe punëtorët e pastrim-gjelbërimit. Na janë bashkuar në këtë iniciativë jo vetëm të rinj të qytetit të Vlorës, po edhe qytetarë të rastësishëm që kanë parë aksionin që ne po zhvillojmë, janë bashkuar me ne për të ndërgjegjësuar sa më shumë individ të tjerë për të mbajtur pastër qytetin tonë. Është një mesazh që kërkohet le të themi të përcjellet të gjithë mbajtja pastër e ambientit. Patjetër, madje për këtë kemi bërë dhe një bashkim iniciative me disa fëmijë të kopshteve. Gjatë kohës që ne të rinj pastrojnë, fëmijët e kopshteve ngjyrosin dhe pikturojnë peizazhe të ndryshme me një Bregdet të pastër, siç duhet të jetë dhe siç të gjithë duhet ta mbajmë. Aksioni i pastrimit në plazhin e vjetër, Bregu i Ndërgjegjes, është organizuar në bashkëpunim të disa institucioneve, si Ministria e Turizmit, Kulturës dhe Sporteve, Agjencia Kombëtare e Bregdetit, Agjencia Kombëtare e Rinisë, në bashkëpunim me Bashkinë Vlorës dhe ndërmarrjen e pastrimit.